Nga nëntori e deri më tani, kjo rrugë në fshatin Sojev të Ferizajit që e lidh këtë komunë me atë të Vitisë e Gjilanit është bllokuar 3 herë si pasojë e rreshjeve të shiut. Pas bllokimit edhe të martën, banori Selman Halimi, që ka edhe një biznes afër kësaj rruge, është ankuar se situata me vëshime i ka krijuar dëme të konsiderueshme. E për sanimin e këtij segmenti të magjistrales që vazhdimisht përmbytet, ai thotë se autoritetet nuk kanë bërë ndërhyrje konkrete. As nuk e bin kompaninë, as nuk vinë me mbikëqyr këto lokalin, urën e kanë mbyll këto ura këto kon e çelt piktumit deri në Meresola tes ko zgjidhje hiç. Na ka bo domet moja shumë, koshoreve, kujqive, vllau pis vizës i ka shtin dikon 100.000 euro, i ka bo dome shumë të moja, prapë s'ka nërë as me vizitu, as kërgjoj heq. Unë në lokalin e kam restorantin, po ashtu s'na ka ndihmu ku as për komunës, as për ministrisë, as kërgjoj. Për gjendjen në këtë segment rrugor, Skënder Kurti, udhëheqës i sektorit për siguri dhe emergjenca në Ferizaj, e bën përgjegjës faktorin njeri. Aty është një problemi më hershëm, i cili është shkaktuar, domethënë, nga faktori njeri, i cili kanë bërë edhe ndërtime aty në atë pjesë ku ka qenë e pabanueshme dhe nuk ka pas biznese më herët. Kanë shku gradualisht duke i bën ato ndërtimet të objekteve, kanë futur dhe gypa, të cilët janë mallësisë jo adekuate për përbirjen e ujit ose kalimin e ujit në atë pjesë dhe për atë arsye dhe shkaktuar ai problem. Ai shpjegon arsyet përse komuna nuk ka bërë ndërhyrje deri më tani. Thash që ajo është pjesë private, po dhe magjistralia konsiderohet si pjesë e ministrisë, e cila duhet mirret me atë pjesë, por kështu që është komplikuar pak gjendja, sepse involvohet aty edhe ministria po edhe komuna. Po tash është futur edhe faktori njeriu që është prona private aty, që ne s'mundemi me intervenu pa mirëkuptimin e tyre dhe bashkëpunimin e tyre. Rreshjet e fundit të shiut nxitën edhe daljen nga shtrati të lumit Sitnica në Lipjan dhe ati Morava në Viti, duke vëshuar fusha përreth. Në Institutin Hidrometeorologjik thanë se sasia më e madhe e rreshjeve është regjistruar në pjesën perëndimore. Sasia më e madhe e rreshjeve është regjistruar në pjesën perëndimore të Kosovës në pellgun e Drinit të Bardhë, 192.8 mm, si pasojë janë shkaktuar edhe vërshimet, përmbytjet më të mëdha. Pastaj ato kanë qenë më të theksuara në pellgun e Lepencit me mesatare 104.3 mm, me maksimumin e tyre prej 116.6 mm në Ferizaj, ndërsa në pellgun e Ibrit mesatarisht kanë rënë 89 mm me maksimalin e tyre prej 164.8 në Komoran, pastaj në Drenas 154.2. Raporti i institutit thekson se brenda një periudhe 5 vjeçare, Kosova është përballur me përmbytje të shkallës më të lartë gjatë viteve 2021-2023 dhe së fundmi nga 5 deri më 8 janar 2026. Kjo është valja e tretë e përmbytjeve me të cilat është ballafaquar Kosova që nga nëntori vitit të shkuar, e që atëherë veç një numër i vogël i komunave kanë përpiluar bilans vlerësues për dëmet.